Përnder të epopesë së UÇK-s në Dragash, ditën e tjeshme u mbajt akademia solemne. Në ambientet e kuvendit komunal ishin të pranishëm një numër i madh qytetarëve. Në mesin e tyre, zyrtarë nga komuna e Dragashit, policia e Kosovës, përfaqësues të veteranëve të luftës, të familjarëve të dëshmorëve, nga Bashkia Islame, si dhe shumë qytetarë të tjerë. Këtë akademi e hapi kryesuesja e kuvendit, zonja Arjeta Qafleshi Skeraj, e cila përkujtoi veprën, sakrificën dhe heroizmin e familjes Jashari. Po ashtu edhe kryetari i komunës, zotëri Bexhet Xhiladini, vlerësoi punën dhe sakrificën e familjes Jashari dhe të rënëve tjerë për liri, duke përkujtuar madhështinë e këtyre diteve për popullin shqiptar. Gjithashtu nën kryetari nga komunitetet dhe përfaqësues të OVL-s përkujtuan këtë ditë të madhe. Jemi mbledhur sot këtu për të përkujtuar me krenari dhe nderim të thellë epopenë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, rezistencën historike dhe rënien heroike të komandantit legjendar Adem Jashari bashkë me familjen e tij të madhe, duke u bërë kështu pishtarët e luftës së popullit shqiptar të Kosovës drejt lirisë dhe pavarësisë. Asnjëherë nuk do të mungon nderimi dhe mirënjohja jone thellë, si dhe për ulja para veprës dhe sakrificës heroike të familjes Jashari në krye me komandantin legjendar Adem Jashari. Do të kujtojmë me nder dhe respekt të gjithë ushtarët dhe dëshmorët e rënë për idealet e lirisë dhe pavarësisë, si dhe të gjithë veteranët e luftës, të cilët sakrifikuan gjithçka që sot të jetojmë të lirë dhe të kemi shtetin tonë të pavarur. Respekti dhe mirënjohja më e madhe për të gjithë ata që na sollën lirinë do të jetë puna jonë me përkushtim për ta nderuar dhe forcuar shtetin e shoqërinë tonë. Liria që e fituam me mundin dhe gjakun e dëshmorëve tanë kërkon përgjegjësi dhe angazhim të vazhdueshëm. Të gjithë duhet të kontribojmë për një shoqëri më të barabartë, më të drejtë dhe më të qëndrueshme, ku vlerat e lirisë dhe të drejtësisë janë gjithmonë të pranishëm. Në prekazin legjendar si simbol i qendrës dhe heroizmit të paepur u shkrua liria, ato u dha një mesazh që do të përcillet për breza me radhë se asnjë pushtues nuk mund të fshijë ndjenjen e lirisë nga zemrat e shqiptarëve. Familja Jashari me Adem Jashari në krye u bë sinonim i rezistencës dhe luftës heroike dhe emri i tyre do të jetoj për jetë në kujtesën e çdo shqiptari. Ne nuk mund të harrojmë ditët e pushtimit, ditët e luftës kur djem dhe vajza të Kosovës u ngritën për t'i dhënë fund terrorit dhe dhunës serbe për të krijuar mundësinë që brezat e ashëm të jetojnë në një Kosovë të lirë, të pavarur dhe demokratike. Duke kujtuar këtë epokë të lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ne angazhohemi të ruajmë përjetësisht kujtimin e herojve dhe dëshmorëve tanë. Do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që është e mundur për të nderuar trashëgiminë e tyre dhe për të siguruar se brezat e ri të kuptojnë se liria nuk është dhuratë, por është një arritje që kërkon sakrificë të mëdha. Përfundimisht, kujtimi për komandantin legjendar Adem Jashari, kujtimi për familjen Jashari, kujtimi për të gjithë dëshmorët dhe të gjithë atyre që kontribuar për lirinë e Kosovës do të jetë i përjetshëm. Lavdi e përjetshme për komandantin legjendar Adem Jashari dhe familjen e tij, lavdi luftës heroike të ushtrisë shqiptare të Kosovës, lavdi dëshmorëve të kombit dhe të gjithë atyre që dhanë gjithçka për lirinë e Kosovës. Ju faleminderit. Me praninë tonë sot këtu, ne nderojmë një ngjarje aq të veçantë, saqë të pa shembull jo vetëm në historinë tonë heroizmin e prekazit dhe të familjes Jashari. Heroizmin e zënshëm e atë të eshtur të atyre që ranë për liri e dhanë gjithçka për të dhe të atyre që mbjetuan për të treguar për jetimet. Në epopejën e UÇK-s ata u bën të përjetshëm. Është lufta e prekazit e cila u bë kthes përcaktuese në trajektorën e zhvillimit të luftës sonë çlirimtare të vitit 1998-1999. Lavdi kryekomandantit Adem Jashari dhe familjes Jashari dhe të gjithë dëshmorëve e martirëve të kombit tonë. Na putu koji nam je trasiran i vrednosti koje smo nasledili, mi imamo odgovornost da gradimo i gradit ćemo
demokratsko društvo, društvo svih njenih ravnopravnih građana u miru sa svima. Danas nam treba više nego ikad jedno poštovanje i solidarnost jedno za drugog, jedno ujedinjenje svih nas, kao i prevazilaženje političkih razlika, a sve zarad ostvarenje uzvišenih ciljeva našeg društva. Hvala. Ndërsa ditën e sotme u bën homazhe në shtatorin Adem Jasharit, në varrezat e dëshmorëve në Dragash dhe në fshatin Buçe, si dhe në shtatorin e rreshterit turk, i cili ra dëshmor në Dragash gjatë demolimit të minave. Pas homazheve, në mënyrë të organizuar, një pjesë e stafit komunal e po ashtu edhe OVL-s së UÇK-s shkuan për vizitë në kullat e Jasharajve, ku u priten nga Rifat Jashari, e me pas vazhduan homazhe në pregazin legjendar. Lavdi. Lavdi.